Jo, s'është as për ty njëjtë, se ti e ke mendim. Unë kam qef me qeveri smije, kush do që vjen? Ama kush vjen bashkë 5 pare nuk japi. Hiq. A se ke dikot preferuar kryeministër? Po, o këtu një problem, deputet ju e dini... Ju e dini konsekot preferun. Hiq be! Ato e konsaglon. Shiko, unë s'jam si ne që unë me preferoj vetën, se unë s'kam ambicje t'ila. Kjo është një asit deklarate për YouTube, s'jam si negji. Po, problemi është që deputet ju e dini sa zërë është me lobu, edhe me u përjarë këtë shefat atje me hinë listë. Tonaj sa zërë është me ju që me thonë, publikut milion goj, votusit me lypë votë. Na i sa zërë është me i mbledhë që atë votë, ase po vynë në këtë zjedhe kanë vynë një përkëllis vota, 18.000 është progu, 16.000 është. E dyta, e treta kanë shpenzu. E katërta, asë një deputet i zgjedhën sot nuk është i sigurt a mund me hinë listë, a mund mu zgjedhë dhe se shkohet vendin zgjedhje. Prandaj, kush me s'ka qep me postin 4 vjeçar pa njerëz që i mojnë paret e publikut taksave, pa fëllë kohë, ju e dini që 80% aty s'flasin kohë. Jonë kotera, krejtësisht kotera, që thëjke njani njëherë, thëjke analfabet funksional, po da i ka ropi shmonë qallës vetë. Prandaj, për që ta deputet e dojnë koalicionin, deputet kanë qef me bon Albini qeverin, po ju e dini që Albini o kryenesh nuk e vetë kërkon, që atë qonë problemi. Okej, dhe bëjmë një lidhje të drejt për drejt me një zotri i cili në ndjek shumë, edhe emri ti është